produkt i farsës më të shëmtuar elektorale në historinë e Shqipërisë nga viti 90 deri sot, pjell e karteleve të drogës dhe organizatave kriminale nuk mund të kishit kur fillim tjetër përveç se këtij që nisët sot duke i shpallur armiqësi dhe luftë të plot. Mbi të gjitha kushtetutës së vendit, librit themelor, por që për ju ka kohë, që është një letër e vdekur e zëvendësuar nga një parte e fundit nga kodi i mafjes, i drogës dhe i vjedhjes, edhe i bigjozit. Nuk ka fillim me armiqësor ndaj qytetarëve shqiptar që presin që kanë këtë libër si mburojnë e tyre, si mburojnë të drejtave të tyre, të dignitetit tyre, të lirive të tyre, dhe që ju sot në një garë të turpshme e shkelmoni atë publikisht, e përdhunoni atë publikisht në parlament me një sadizëm tipik të narkokriminelve. Asgjë s'u pengon ju të kryeni këtë krim të shëmtuar, të shkelmoni kushtetutën e cila ka përcaktuar qartë në nenin 83.2, ku vendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose të 1/5 të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë e të miratojë një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Kurse ata që kanë qenë këtu para jush në rregulloren e funksionimit të parlamentit kanë votuar se për shqyrtimin e propozimeve për ndryshim në rregulloreve ndiqet procedura e parashikuar për shqyrtimin e projekt ligjeve. Po ju s'keni as ligj, as kushtetut, as moral. Ju silli këtu para kamerave, para publikut si një bandë me rregullat e mafjes. Ju dëgjova të përmendni precedentin, po mashtroni publikun, po mashtroni pa turp. Precedenti ishte konsensus. Por ishte konsensus. Sot nuk ka konsensus. Sot ka një qëndrim. Kërkohet të zbatohet kushtetuta. Kërkohet kjo, ne dim shumë mirë se këto ndryshime do votohen, se këto ndryshime do ndodhin, por kërkohet për të gjitha ata miliona shqiptarë që duhet të kenë kushtetutën, librin, mburojnë e tyre nga një shtet, nga abuziteti, por që për ju
Kjo është një prostitut dhe s'ka asnjë vlerë. Që ju e kaloni nash një shpellë mafje, një shpellë tjetër mafje. Çfarë kulture keni ju morë? Çfarë morali, çfarë leximi? Po keni turpa më ta për. Të lexoni ligjet në këtë mënyrë. Kur nuk lejon kushtetuta. Mashtroni me precedentin, që ishte konsensus. Po s'ka konsensus. Ata që përfaqësojnë. Po ju si njifti këto, se nga erdhën, nga buruan mandatet tuaja. Mandatet tuaja buruan. Nga blerja masive e votave. Mandatet tuaja buruan. Nga policia politike, terroristët elektoral. Mandatet tuaja buruan. Nga censura dhe kontrolli ploti 90% të medjave. Mandatet tuaja erdhen nga përdorimi 1 miliard eurove në kundërshtim me këtë libër dhe me çdo rregull për të kontrolluar zgjedhjet. Mandatet tuaja buruan nga miliardat e Francopjas, miliardat e Suelçels, miliardat e Shytve, miliardat e Troplinve, miliardat e Bajrve, nga lumejt e parave të krimit që vërshojnë mbi Shqipërinë. Ku mund të pranoni ju ligj dhe kushtetut? Ju të merrohi nga ligji dhe kushtetuta. Të merrohi. Dhe në këtë qëndron fakti se ju nuk pranoni të zbatoni rregullin më elementar. Ndaj dhe të kanë vu ty aty. Se je i sojt të tyre. Po nuk është rasti të merrem me individ sot, se do merremi me individ dhe thellësisht. Sepse ju garantoj se shumica juaj duhet ishte ku? Atje ku është Shullazi, atje ku është Bari Bajri, atje ku janë miqtë tuaj, atje keni vendin. Por dhe një gjë duhet të them, e përmend Brukselin sot. E vërteta është që ajo datë është caktuar 4 muaj para. Por dhe unë jem këtu për të betuar këtë kushtetutë dhe para shqiptarëve, se do bëjmë gjithçka t'ja u qirrim maskën para shqiptarëve, para europianëve dhe para botës. Të tregojmë se çfarë rreziku paqisni ju për shqiptarët, se çfarë rreziku jeni ju për Ballkanin, se çfarë rreziku jeni ju për Europën, se çfarë rreziku jeni ju për Shtetet e Bashkuara. 3 ditë më parë u erdhi mesazhi, po e ka përsyet. Mesazhi ishte i qartë, se ata miqtë tuaj, dëgjojeni pak, s'po u përmend këtu me emra, ata tregtojnë, negociojnë me organizata terroriste të deklaruar nga Donald Trump në Amerikën Latine. E ndëgjuat ju këta apo jo? Po kush janë ata miqtë tuaj? Jeni ju. Sa ata miqtë tuaj, po të mos i mbronit ju, po të mos i mbulonit ju, ata ishin të gjithë në burgje. Po të mos i mbronit ju me dumanin tuaj, ata ishin të gjithë në burgje. Prandaj, tiktaku, majni mend, është gjëja më e tmerrshme për ju. Dhe ta bëjmë edhe më të tmerrshëm. Ju garantoj se edhe në Bruksel ju e hoqët Komisionin e Integrimit se u të merruat nga fjala e Jorida Tabakut, kryetarës Komisionit. Po ju
Po ju mendoni se Shumë faleminderit për fjalën. Faleminderit, por jo të ajo foltore. Përdorni çdo mikrofon tjetër, por jo foltore në kuvendit, sepse është në kundërshtim me rregulloren për të cilën ju keni folur sot gjithë ditën. Shumë faleminderit. Atëherë po. Dakor. Përdorni foltore të tjera, jo foltore në këtij kuvendi për t'u marrë personalisht me secilin. Atëherë, pas prezantimit dy raporteve,